shkem me datën 9 shkurt, sepse nuk ka dalë në pritshmëritë e saja politike, strategjike që ka pas me një koalicion, domethënë me nismën, dhe për mua nuk pres që të shkoj më shumë saq ky ndëshkim në raport me Aleancën. Tashti, këtu ka ndodhur ramja e AK-s. Ku në shon ngritjen e AK-s, sepse më besoj që AK është subjekt vetëm politik që brenda një viti ka projektuar ramje dhe ka projektuar ngritje. Po flas tek shtesëtet lokale, mbajtja e 5 komunave, besoj se Radinaj që është një veprim shumë i rëndësishëm strategjik për partinë e juaj. Në këtë mes e cila rikonfirmon për mua, domethënë këtë ngritje, dhe kjo pashmangshëm ka më reflektu edhe tash në zgjedhjet e 28 dhjetorit. E dyta, shtoj këtu edhe listën. Unë e shoh që në AK ka një lloj reformimit të brendshëm të listës me kandidat. E thash edhe mbrëm në debat kushtrim mund të jenë 5 emra ose 10 emra, por 5 emra dhe 10 emra bëjnë diferencë të jashtëzakonshme brenda një liste, e cila mundet me orientu goxha shumë elektoratin në raport me votën. Edhe ta AK-ja shoh që ka emra ne i përmenem disa, domethënë prej këtyre, por që emrat janë shumë të rëndësishëm në raport me listën. Në AK po ashtu edhe renditja është shumë e rëndësishme në raport me listën, sepse është në bazë të hierarkisë së votës, domethënë që merr. Deri këtu jemi në rregull. Ku e kam unë një problem që nuk pajtohem me zotin Radinaj, ka të bëjë me qasjen direkte që ka pozicionimin direkt AK-ja në raport me qeverinë e arshme dhe krijimin e institucioneve. Pra kemi betonizim që po vazhdoni ta mbani Radinaj që vetëm pjesa e ish partive opozitare duhet me bë, domethënë qeverinë. Demokracia jonë faktikisht, ama që duket pak e pa drejtë nëse një pjesë të madhe të elektoratit po mundoheni me elon jashtë, sepse edhe vetë vendosin kush e voton, është një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve që i besojnë atij subjekti. S'po duam të paraqyjojmë rezultatin e 28 dhjetorit, po flasim premisa të matjeve të kësaj që po ndodh. Ai duket pak e pa drejtë me u mundu politikisht me elon jashtë një shumicë elektorale që i beson një subjekt politik vetëm pse jeni pozicionu politikisht ka shi një ide që nuk keni në farfarë me pajtim politik me qeverisë, në këtë rast me vetëvendosin. Pse duhet domosdoshmërisht me përjashtu secilin bashkëpunim të mundshëm në raport me një subjekt i cili ja ka fituar shumicën, potencialisht ndoshta mund me marr prap pa paraqykuar rezultat. A besoni që ka gjasa që kjo të ndryshoj pas 28 dhjetorit, kur uleni, flisni për programe, flisni për qeverinë, flisni për qeverisjen dhe mundin me ofru vendit një qeverisje. Po e tham shumë apëtës unë e shoh AK-n pjesë të kabinetit qeveritar kushtrim, qoftë një mënyrë parë, qoftë dytë, dhe vetëm këtu po e shoh pak si ndoshta politikisht të gabume pozicionimin që gjithsesi se s'bëjmë me këto. Kështu unë po e shoh, nëse kam gabim argumenta më ndryshe, Haradinaj po ju keni argumentu ko pas ko pse s'duhet me bë, por unë nuk pajtohem me këtë, sepse tek e fundit pjesa më e madhe qytetarëve po i besojnë atij subjekti politik. Faleminderit. Nuk du me e tepru e çeke listën në fillim po vija të pyetja. Për shembull, mentor Durguti, mentor Veliv Tola, në radhë është ideal i ri. Shumë i votu, shumë i respektu. Dore Malilaj në Gjakov. Ne kemi shumë emra të këtil, njerëz që janë lider lokal, që kanë marrë votë ngarë me kolegët e vetë, pra nga Aleanca, e me të gjithë të tjerët. Ne fuqi e rritje shonë, pikërisht vjen nga këta njerëz. Nga lider që komuniteti atje i kanë gjerë, jo ne, unë që i kam ditë kush janë këta njerëz, që i njohë, po i kanë gjerë vota direkte për ta. Ekziston një numër bukur i madh i këtyre, që nga komuna tjera, nga Prishtina, Peja, Gjakova, Deçani, Raveqi, Klina, e kështu me radhë, Soarek për shembull, gjithkund kemi doktor Refkin, Albanën, Vorimin, gjithkund kemi njerëz që janë votu edhe njerëz që i donë votushi. Pra, fuqia jonë kësaj here, beshoni, vjen shumë nga ata që janë afër njerëzve. Edhe është një ndryshim. Dhe çështja e bashkëpunimit pas zgjedhor. Tani unë po them diçka. Çdo punë mirë që ka bë kush do në pushtet, ai që ka bë veç për VV. Nuk është e vërtetë që njerëzit e VV-s kanë pa të mira veç gjatë kohës së qeverisë së shkurtit. Se për na folë më herët, ushtria u vë për një qeverie përpara, edhe ajo mirë për votuesin e VV-s. Trepça u vë para se marrë kjo qeveri, edhe u kon mirë për votuesin e VV-s. Ligji i Prishtinës e shumë punë tjera i ka bërë dikush tjetër, po ja fsheh harin çdo kush. Unë nuk e përjashtoj votuesin e VV-s.
unë nëse vinë punë, unë nuk punoj veç për votuesin e Aleancës, ose për votuesin e PDK-sha. Ju lutem, këtë punë që i kam bë në këtë vend, nuk janë përfitues Aleanca, është përfitues Kosova, edhe ato marrëdhëniet që i çekën të gjitha, ja ka pohojnë këtë vendi. Nesër, unë nuk kam vit kuqe ndaj rolit vetëvendosjes, nëse dëshirojmë me na ndihmue me i kriju institucionet. Por unë qëndroj në një opcion që është ndryshimi, që nuk është kundër dikuj. Pra, s'ka të bëj me kundër se jem demokrasi. Ndoshta, votuesi i VV-s ka me pa më shumë herë. Nëse Ramushi o kryeministër, e ja jep të 13 në rrogë çdo muaj, nëse unë i rriti rrogët, nëse e zbres çmimin e energjisë në këtë vend që unë besoj kom e bo, se e dini krizën e 2017 në energji që e kom zgjidhur problemin, unë jam i bindur që kjo është në interesin e gjithëve. Pra unë menoj që Kosova, besoni, edhe votuesi i VV-s, edhe çdo qytetar, pa marrë parasysh ai votën për deputet jep atij që beson, qoftë nga VV-ja, qoftë nga një parti tjetër. Por nuk ka me dalë humsh, nëse Ramushi Haradinaj merr përgjegjësinë këtë vend. Nuk e thash dhe Haradinaj që e ndëshkon absolutisht. Nuk e ndaj një qytetar të Kosovës nga një tjetër. Është i Dranis, është i Llapit, ai Gollakut. Ne kemi qenë ndryshe thonë, unë jam gëzuar, për shembull, unë gëzohuna shumë kur më jap dorën dikush i një krajinë e caktuar të vendit, një qytetar, një ato e respektoj, unë nuk jam pa behone, as pa gabime, as pa tmeta, e mirë po qëllimin, as njëherë ndjenjën se kemi prish, besoni, kur se kam prish ndjenjën time, dashurinë ndaj këtij vendi, dashnërinë ndaj këtij vendi, gatishmërinë për sakrificë, ju thatë që e kom marrë taksën ndaj ditën që jam dalë. Edhe kom dalë. Ajo është gatishmëri për sakrificë. Po mirë, arsye pse po insistohesh ne e dim që ti ke qenë vazhdimisht pragmatik në politikë dhe veprime. Po nuk e kom bërë as një punë për një grup shoqëror, nuk e thash në atë kuptim, unë vetëm thash, mos duket e padrejtë që përfaqësuesit e tyre që zgjedhen që i votojnë të mbesin jashtë për shkak të një pozicioni politik. Unë e di që kushtetuta e lejon kush e bën shumicë, kanë rregull jemi. E mirëpres pjesëmarrjen e VV-s në qeverinë Haradinaj. Për shembull. Po, e mirëpres. Kto e thash edhe unë. E mirëpres, besoj e mirëpres. Pse do të presohet kjo? Janë mesazhe. Do t'ju pranojnë partitë opozitare, është parti tjera si kandidat për kryeministër. Sa keni ju kushte? Unë jam mandatar, për shembull nga Aleanca në këtë rast. Ndoshta me mundësitë më të vogla se kolegë tjerë. Se në bazë të fuqive të partive, a priori gjithë të kaluar, unë kam më pak mundësi. Por, e mirëpres besimin e gjithkujt, me ja kry punë të veni për një kohë caktuar. Pra, unë nuk mendoj tonë jetën me mbet të i kërku poste në Kosovë, e shoh që është veni më vështirësi, jam interesuar me animu këtij veni, që s'kam vend tjetër dhe duket veni, duket tani është. Edhe dëshiroj me murrit fëmia këtu, jo vetëm fëmia mi, po fëmia e Kosovës. Unë nigoni tash nashta jam plak pak, edhe jam më emocional. Besoni po mërzit na kur i shoh shtëpia të mshel. Po shkojmë në për vendbanime, shtëpia të bukura mshel me roleta. Unë për thëm diasporës tonë, vllazëve, motrave tonë, se shiqo nuk kanë i merë fëmijë në Gjermani, jashtë. Fëmijë nuk kanë i merë shqiptari. Daja, Tezaku, që ka qelë firmë në Gjermani, kur i vinë punëtori i merë këto. Unë për i lusë diasporën, vllazën, motra, njerëz, ti veni. Provoni diçka për asaj pune që i bëni atje, me bo këtu. Qelën e i biznes, një moja një kusherini tonë këtu. Me bo një kompani molera, diçka, që bëni atje, po mos në i merë një këtë fëminë. Pra, kjo ka të bëj me ma shumë se sa pushtet, ma shumë, unë jam në pozitë që sa vjetë, kom në ndërje që dyre për kujtojnë qeverishe, kom të regu që një pas për mu... Pra s'keni kushte, si me thonë, për duqit pozita dhe si ndryshe në koalicion. Kisha pas qef me i marë përgjësit, s'për ju rajshtë, kom qef me i marë, po e di që nashta nuk i marë, se e kom zarë. Unë nuk i qes kushte Kosovës me jesë ndajtim duhur, me jesë ka duhet, pra një qeverie. Kosova ka nevojë për ndryshim. Monumenta nuk ka të bëjë veç pse tash një emër konkret Kurti ose VV. VV-ja ka nevojë me ndryshu Kosova, se kështu që ka shku Kosova, s'kemi afarin kur një. Pra nuk është kjo veç kundër dikuj, ju lutem, nuk ka njëri këtë vend që s'ka nevojë mu ndryshu kursi jonë. Ky kurs ka na fundos, ta du të me konë sinqert na me veten. Unë mu imi amor i nati dikuj për shumë qka, po s'mu imi amor i nati venit. Pra, i keni shembujt që kemë vepru në të kalumen, i kësha lutë gjithë. Mos e shini ngusht veç për i pas. Unë muj, ku të kryesh do zhjede, mos e pas asë një pas.
Çka i bën kjo? Jo, A një lodh nga politika, zote Haradinaj? Jo, jem ka foli sinqert që nuk jem ka e bëj këta për Zgjedhje shpesh, do më thonë për një vit e kemi, pësa i përfshim në zgjedhje lokale. Unë po foli, na jemi tash në zgjedhje, na i kemi procese zgjedhore në brendshme në aleansh vitin tjetër, aty shërtoj ato çka bëjmë anej. Na jemi tash të zgjedhje. Unë bëjmë njerëzve që nuk është kohë me qitë kushte për i vend punë, dikush, për një post. Është rrezik me bo kështu. Kur kush me ne, unë zguxoj me qitë kushte. Që shesho vendin edhe gjendjen tonë, unë do të minimu kujt do që kam një mundësia me i kry këto punë të Kosovës. Edhe më bo këshilltari mirë, unë nuk shënoj me marrë punë, vish me marrë një punë dyta, një puna, se kom hallin të një punë. Jam deputet, kom e kone dhe janë tjetër. Po cilat janë 3 senet që hajde ta zojnë bëhet qeveria ish partive opozitare. Cilat janë 3 senet që kishte pas si kushte? Çka do të më ndryshu? Domthonë s'më ikë starinia, mos më mshel ato shtëpia ka 200-300.000 euro. Na e kemi. Çka do të më bëhet? Do të më lëviz diçka. Na duhet më marr seriozisht mirëqenien, jetën e njerëzve tonë. Na duhet më aqit lapshin, çysh e ndriçim jetën e njerëzve të vani. Çysh ndriçet? Po prej fëmijëve, aty palinën, nanave që janë shtatzan, çka e ofrojmë një nanë që e lin fëmijën e parë.